Cili bashkë të qënë se tashmë kemi votuesit e parë dhe zarfet me efekt të votimit janë marrë nga posta. Ku pritet të mbërinë në Shqipëri? Sipas komunikimit që kemi me DL-n, ndoshta sot pas dite ose nga darka vonë do të mbrin të paktën këto 111 zarfa që janë nisur. Po ky do të jetë një proces i vazhdueshëm dhe me siguri në fund të muajit dhe fund të këtij muaji dhe fillimin e muajit maj, volumi i dërgesave, i mbritjeve të themi të zarfave në KQZ do të jetë mirë. Kemi shpërndarë në një kohë rekord 36% dërgesave postare, edhe pse në komunikimet që kemi patur, qoftë me përfaqësues partive politike, por qoftë edhe me disa prej jush, ka patur shumë skepticizëm për shkak të volumit të madh të zarfave që do duhet të dërgoheshin në një kohë dhe një periudhë shumë të shkurtër. Por kemi angazhuar kapacitete njerëzore në numër relativisht të lartë, si ne, ashtu dhe kompania DL për ta mundësuar dërgimin në kohë të zarfeve nga jashtë. Nëse do të ishte për mua, mjafton edhe një, jam i sigurt qoftë i PS-s, qoftë i PD-s, do ta përmbushte ashtu si duhet atë detyrë, sepse do të ishte në një marrëdhënie të drejtë për drejtë dhe në një presion pozitiv nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk besoj që dikush prej tyre do t'i shkonte në mend që po injoroj çfarë më vjen nga KQZ, do t'i qasem përmbushjes urdhrave dhe udhëzimeve të shefit partisë time. Por meqense dy partitë kryesore politike ndjen më komode kur secila prej tyre ka një përfaqësues në një proces të caktuar, e pranuam idenë e tyre që secila prej dy forcave kryesore politike të kishte një koordinator të sigurisë dhe të mbarvajtjes së procesit në ambientet ku do të zhvillohet votimi. Është një risi kjo strukturë dhe kemi synuar që të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me këta individ për çfarë ndodh në ambientet e votimit dhe këta marrin detyra drejt për drejtë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, nëse aty ka punonjës të persona të paautorizuar, këta kanë gjithë autoritetin për t'i nxjerrë jashtë edhe për të njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë situatë. Duhet se zarfet e para tani më po shkojnë drejt migrantëve pra në shtëpitë e tyre dhe vota është gati më pranë për ta përcjellë dhe për ta dërguar në Shqipëri. Një pyetje për të rikujtuar ndoshta përse edhe një herë në vëmendje mekanizmin e mbrojtjes. Çka do të thotë që përveç aspektit moral edhe sensibilizues, a ka një mekanizëm konkret për mbrojtjen e votës që do thotë nuk do të kemi një tjetërsim vote, duke qenë se ajo është larg monitorimit, po them kështu, ose fotografimi i votës në krau tjetër, që në përfundim kur të gjitha votat të mbërrihen në Shqipëri të mos janë të tjetërsuara ose të diktuara nëpërmjet fotografive. Dua të jemi drejt për drejt në përgjigje edhe pse mund të shkaktoj hilaritet përgjigja. Është përgjegjësi e vet votuesve se si ata administrojnë votën. Nga momenti që vota gjendet në sistemin e DL-s apo dhe në sistemin e KQZ-s, për këtë garantoj 100% në lidhje me integritetin dhe ruajtjen e fshehtësisë. Nëse votuesit nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë, është çështje e tyre. Do të thotë që kanë llogaritur edhe pasojat penale për një rast të tillë. Pra nëse dikush mendon që shko mund ta bëj se nuk do kapem, mund të qelloj që dhe mund mos kapet, se jo çdo gjë, çdo paligjshmëri që ndodh në këtë botë evidentohet edhe merr sanksionin përkatës. Por nëse do të rezultojë dhe do të ekzistojë mundësia që një fenomen i tillë do të evidentohet, të themi, do të ketë sanksione të rënda penale që shkojnë me 3, 4 apo 5 vite burgim. Ka rëndësi të ta kuptojnë të gjithë votuesit nga jashtë, do duhet të shqetësohen më shumë, nëse ma lejojnë këtë ta them, për atë se si ata vetë do të sillen me votën, se sa si do sillet KQZ apo DL-ja me votën e tyre.
Pra, vëmendja është më shumë tek ata vetë dhe duhet jetë tek ata vetë se sa tek sistemi. Marsi Koreshi nga Syri Televizion për të krijuar pyetjen e koleges në lidhje me ndryshimin e mënyrës së gjurnimit të votës së diasporës që tashmë ato do të kontaktohen me numrat e telefonit. Çfarë bëri KQZ-n të ndryshojë mendje? Kishte një propozim nga partitë politike, sugjerim nga kompania postare, apo çfarë ndodhi pasi në të gjitha konferencat ju e keni bërë të qartë që në asnjë mënyrë nuk do të mundet që numrat e telefonit apo të dhënat personale të emigrantëve të përdoren qoftë edhe nga kompania postare. Si në konsultim me partitë politike dhe për këto mund t'i pyesin, mund t'ja konfirmojnë ato vetë të gjitha pa përjashtim, por edhe në konsultim me operatorin e shërbimit postar DL, kuptuam që do t'ishte me dobi dhe është rezulton t'jetë me dobi që komunikimi të bëhet nëpërmjet numrave të telefonit edhe adresave të emailit, të cilat votuesit nga jashtë i kanë depozituar, të themi, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për qëllim të votimit nga jashtë. Dhe nëse, sikur se thash, për dikë akoma mund të ekzistojë shqetësimi se si mund të përdoren këto të dhëna, fakti që sot nëpërmjet numrit të telefonit, se vetëm për këto dy të dhëna flasim, numrin e telefonit dhe adresën e emailit dhe për asnjë të dhënë tjetër, ne nuk e kemi ndarë me DL-n, duke parë që e përmirësojmë procesin e shpërndarjes dhe për asnjë arsye, të themi objektive, ne nuk shikojmë risk, nuk shikojmë problem ligjor në radhë të parë, por nuk shikojmë risk të shtuar nga sa më parë mund të ketë patur risk për rrjedhjen e këtyre të dhënave, pra të numrit të telefonit edhe të adresave të emailit.